promovimin e shtegut të liçenit. Ndjekim së bashku. Klubi Alpin Prishtina në bashkëpunim me komunën e Prishtinës ka realizuar me sukses promovimin e shtegut të ri rreth liçenit të Badovcit. Ky aktivitet synon të inkurajojë qytetarët që të shfrytëzojnë natyrën për rekreacion dhe aktivitet fizik, duke promovuar një mënyrë jetese të shëndetshme dhe një ndërgjegjësim më të madh për ruajtjen e mjedisit. Shtegu i ri ofron një përvojë të pasur për ecësit, alpinistët dhe të apasionuarit pas natyrës, me pamje piktoreske të liçenit dhe zonave përreth. Përveç se shërben si një destinacion rekreativ, ai synon të edukojë vizitorët për rëndësinë e ruajtjes së natyrës përmes sinjalistikës informuese dhe ndërgjegjësimit për biodiversitetin lokal. Kryetari i klubit Alpin Prishtina, Nazmi Hasan Ramaj, ka vlerësuar lart këtë iniciativë, duke theksuar se promovimi i këtij shtegu është një hap i rëndësishëm drejt krijimit të një kulture më të qëndrueshme për eksplorimin e natyrës. Sipas tij është kënaqësi të shohësh qytetarët duke u lidhur me mjedisin përmes ecjes dhe aktiviteteve të jashtme. Është monitoru edhe është përkrahur nga drejtoria e parqeve e komunës së Prishtinës. Me qenë se është mbrana zonës së mbrojtur, kemi pas shumë kujdes në kuptimin e pyllit, kemi pas kujdes në këtë segmentin, nuk është që kemi hapur shteg të ri, e kemi pastruar shtegun e vjetër të viteve 70 që ka qenë, edhe kemi bërë të kalueshëm. Kushtet përkombësor sa i plotson ky shteg? Shtegu është i hapur, ka fillu me çakullu, ka grupe të vrapuzve që vrapojnë këtu, është krejt i sigurt, për krejt llojet e aktiviteteve, edhe sa na përket neve është një peshtigjeve më të pasura në malin e Gërmisë, në kuptimin e botës së gjallë. Pra ka edhe harta orientuese, siç po e shohim mbrapa jush. Hartat janë vendosur shenjat e orientimit, si mas standardit Republikës Kosovës, janë vendosur edhe ngjyra, përdoret një lloj ngjyre, vendoset në drunj, sa me ta dhonë për shtypin që e brenda shtegut. Mirë po, ky duhet më mbajt, do të vazhdojmë ne me komuniku me komunitetin e ecës dhe vrapuzve për përmirësime të reja. Gjithsesi i kisha theksuar edhe ndihmën e tyre që e kanë dhënë, i kisha falendëruar shumë, kanë dhënë edhe këshilla, kanë dhënë edhe ide, ka me kalu shtegu, qysh me qenë më i casshëm, qysh me qenë më i sigurt. Sot po shohim që ka dhe numër të pjesëmarrësve, të cilët janë të interesuar në hapjen e këtij shtegu. Si po kaloni? Këta janë vullnetar, janë qytetar, sot kanë me hecë shtegun, kanë me hecë një segment shtegut edhe po dojnë me dhonë kontributin e vetë pak, edhe në pastrim, kjo është më shumë simbolike të them drejtën, edhe po dojnë me promovu si një shteg të sigurt për qytetarët e Prishtinës. Po, cili do të ishte mesazhi juaj për krejt ata kombësorë të cilët mund të frekuentojnë këtë pjesë? Le të ecin sa më shumë, nuk është vetëm për kombësorë, është për krejt qytetarët e Prishtinës, le të aplikojnë ecjen si mënyrë jetese, e kam fjalën ecjen në natyrë, le të lidhen më shumë me natyrën, edhe unë i garantoj që Gërmia, mali i Gërmisë ka shtigje të mjaftueshme, janë 60 kilometra shtigje të shënuara, le të eksplorojnë sepse kjo lidhet direkt me shëndetin tonë fizik, lidhet me shëndetin tonë mendor, po në një farë mënyrë e lojmë dhe një trashëgimi të mirë për të rit cilët me një imitim ndaj aktiviteteve tona do ta kenë shumë atlet qasjen dhe natyrës. Në anën tjetër, drejtoresha e parqeve në komunën e Prishtinës, Donika Qeta, ka theksuar rëndësinë e projektit për zhvillimin e qëndrueshëm urban dhe përfshirjen e hapësirave të gjelbra në jetën e përditshme të qytetarëve. Sipas saj, ky është një hap konkret drejt përmirësimit të cilësisë së jetës në qytet. Liçeni Badovcit është një pasuri natyrore që duhet ruhet dhe të promovohet. Son jeni të kënaqur që po realizohet një aktivitet i tillë?
Atëre sot po promovojmë shtegun botanika dhe në këtë mënyrë po e përmbyllim qarkun e shtigjeve të cilat ndërlidhen Prishtinën, Gërmin me fshatrat e Gollakut. Janë gjithsej dikon 80 kilometra shtigje. Ndër me të veçantit është ky shteg që po e përurojmë sot. Përpas aktivitetit fizik, qytetarët mund të shohin edhe pejsazhe të bukura, promovojnë natyrën e gjallë në të cilën përshkojnë qytetarët. Ky shteg ka një gjatësi 6,6 kilometra dhe do të jetë shumë i frekuentuar prej qytetarëve dhe të gjithë dashamirësve të aktivitetit fizik dhe sportiv. Ky projekt është pjesë e një strategjie më të gjerë të komunës për të zhvilluar infrastrukturën për rekreacion dhe turizëm të qëndrueshëm në zonat periferike të Prishtinës. Ndërtimi i shtigjeve të ecjes dhe alpinizmit është parapart të zgjerohet edhe në zona të tjera në të ardhmen. Përmes aktiviteteve të tilla, Komuna e Prishtinës dhe Klubi Alpin Prishtina shpresojnë të ndërtojnë një kulturë të qëndrueshme të përdorimit të natyrës, duke vënë në parë rëndësinë e ruajtjes së mjedisit dhe ofrimit të alternativave të shëndetshme për banorët e qytetit.